Shqipëria është përfshirë në protesta të mëdha dhe kryesisht Tirana është bërë qendra e protestës, jo vetëm protestës me fjalime, por ajo që po themi ka marrë dhe një lloj jehone janë marshimet. Si erdhi kjo protestë kur të them të drejtën shumë qytetarë dhe mendonin që nervi i protestave në Shqipëri është eliminuar. Unë pash një pankart, mos gabojnë, në protestuesit e Korçës, ku shkruaj bekuar qoftë pika e ujit që derdhi gotën. Dhe është tamam kështu si diçka spontane, e papritur, e mirëpritur, por e papritur, e paplanifikuar, e cila ka dëshmuar se sa popull me një krijimtari të veçantë jemi për të vërtetës, pra. Sigurisht duke qenë se janë përfshirë kryesisht të rinj dhe treja në protestë, klase mesme, familjar, që kanë ardhur dhe janë bashkuar në një protestë paqësore, i ka dhënë besoj dhe legitimitetin dhe masivitetin kësaj proteste, pra. Sa i përket mënyrës dhe pse pikërisht tani, unë do thoja që kanë ndodhur një vazhd gjërash të cilat e kanë bërë të patolerueshëm, si themi, një sistem të vendosur në fakt për 35 vjet instaluar, por që tashmë duket sikur shumë kush gjeti zërin që të shpreh pakënaqësinë e vet dhe është pikërisht ai masiviteti spontan që përçon tek qytetari dhe një ndjenjë sigurie. Pra nëse më parë gjithmonë përflitej që këtu vëzhgohesh patronazhistët, presionet me vendin e punës, me biznesin e me radhë, tashmë duket sikur pikërisht masiviteti dhe momenti i marshimit të protestës është ai që i jep një lloj vetbesimi, sigurie qytetarit që proteston, në të njëjtën kohë që delegitimon, le të themi, pushtetarin e momentit që është Edi Rama. Çfarë pritshmërisë keni nga kjo protestë? Pritshmëria kryesore është kërkesa që kanë gjithë protestuesit që kjo qeveri duhet t'jap dorëheqjen, që është gjëja më e parë. Dhe unë besoj fuqimisht që kjo pritet të ndodhë në maksimumin e javët në vijim. Dhe mëtej çdo qeveri që do formohet nga zgjedhjet e reja që do mbahen, do ketë prioritet pikërisht 4 pikat kryesore, pra shfuqizimin e 4 ligjeve që kanë mundësuar praktikisht këtë, do thoya, zhvatje të natyrës, të hapësirës publike, edhe të pronës private, që janë përmendur besoj nga protestuesit, ligji për investitor strategjik, ligji i paketës maleve, i trashëgimisë kulturore dhe i ndryshimeve që janë bërë ligjit për zonat e mbrojtura, pra. Kështu që besoj për ta përmbyllur që pritshmëria kryesore dhe parësore është pikërisht dorëheqja e qeverisë dhe mëtej besoj se populli do jetë mjaftueshëm i urtë për të zgjedhur një qeveri të re që ka prioritet pikërisht këto gjëra. Besoni që mund të ketë një largim të qeverisë në një kohë kur kryeministri Rama vazhdon të jetë mjaft këmbgulës, jo vetëm që nuk do jap dorëheqjen, po edhe që projekti për të cilën shqiptarët u ngritën fillim do vazhdojë? Unë jam shpresplot për 2 fakte, do thoya. E para për shkak se një protestë e tillë nuk është parë në 35 vjet pluralizëm politik në Shqipëri. Pra e këtyre përmasave me këto kërkesa politike të qarta dhe prandaj edhe pavarësisht se sa përpiqet Edi Rama që të dëshmojë një lloj palëvizshmërie, le ta quajmë, ose vendosmërie, prapse edhe nga reagimet e tij që ka her pas here duket sikur përpiqet të kapet në çdo fije kashte, për shembull sot doli me tezën se janë pikërisht iranianët ata të cilët kanë ndikuar te protesta. Kështu që nuk besoj se ka të gjatë. Dhe faktori i dytë është pikërisht fakti që e gjithë fushata e vitit 2025 e Edi Ramës është bazuar tek premtimi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, madje edhe shpejtësia me të cilën kanë kaluar një sër ligjesh në kuvend ka qenë me këtë pretekst, ndërkohë që jemi në një fazë të paralizuar, ku për shembull për 2 javë të fundit nuk ka pas zhvillime komisionesh, pa në komisionin ku jam unë. Dhe rrjedhimisht mendoj se edhe presioni i Bashkimit Evropian sa i përket kërkesave të protestuesve, keqeverisjes, ndryshimit që janë bërë edhe ligjit të zonave të mbrojtura, duhet një kërkesë që do ta detyrojë Edi Ramën që të jap dorëheqjen si parakushti për t'i hapur rrugën integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Fakt në shesh kemi parë që
jo vetëm të rinjt, por janë pjesë e kësaj proteste edhe po themi Partia Grondshajt dhe Adriatic Club dhe së fundmi janë bashkuar edhe të rinjt e Partisë Demokratike. Mendoni që ka ardhur koha që të ketë një bashkim, ndoshta jo ai siç e mendonte Mustafa Nano për një bashkim për të rrethuar Ramën? Unë në fakt në një fjalë të shkurtër që kam mbajtur në kuvent, u jam drejtuar kolegëve të pozitës dhe të opozitës me shprehjen që thirrja e protestuesve e Ram Hamburg Berisha Hamburg është një e vërtet e cila do t'i çlirojë dhe ata vetë, si thua, nga diktati që ushtrojnë në partitë e tyre përkatësisht Edi Rama dhe Sali Berisha. Thënë kjo, prandaj e mirëpres bashkimin në protestë të kujdo të çdo shqiptari nga përkatësi të ndryshme politike, edhe ata të cilët kanë votuar deri dje Partinë Socialiste, dhe ata që janë punonjës të administratës, dhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike dhe i do vazhdojnë të votojnë, dhe çdo tjetër që t'i bashkohet protestës, sepse unë e konsideroj këtë moment në cilin ndodhemi si një moment historik, pra një moment i cili do shënjojë një ndarje të qartë me këtë që në zhargonin politik është përmendur si tranzicioni shqiptar, le të themi, dhe besoj qartazi që nga ky moment e tutje, kjo protest do përbëj një farë mënyre atë standardin e kërkesës së llogarisë nga qytetarë shqiptarë kundrejt politikës shqiptare, dhe prandaj është i domosdoshëm që në këtë protestë pra të bashkohet shumë kush dhe kushdo që e ndjen veten pjesë të këtij momenti historik pra. Besoni që nëse do ketë zgjedhje të parakoshme dhe nëse partitë do të shkojnë në zgjedhje, të paktën këto parti që janë, do ketë një ndryshim të klasës politike ku nuk do jetë më PDPS, po themi atë dy parti që e kanë drejtuar deri tani Shqipërinë, por partitë e reja mund të përmbysin sistemin e partive të vjetra? Unë mendoj që pikërisht fakti që në shesh kanë dalë kryesisht të rinjt, pra kryesisht rinia e kryeqytetit, bën që Edi Rama të jetë në këtë moment që flasi një politikan të jeti delegitimuar. Se s'duhet haruar që imazhi i Edi Ramës kur hyri në politik ishte imazhi i politikanit kontrovers, i cili rrihte pas vetes pikërisht pjesën e të rinjve të spektrit shqiptar, pra, dhe që ishte ky rebeli ose le të themi politikani artist më shumë se sa politikani konvencional. Fakti që gjithë rinia i ka dalë kundër dhe ai ka nisur duke sulmuar protestuesit, do të thotë se e ka humbur tërësisht legitimitetin dhe po humbe pjesën e të rinjve të Tiranës, ka humbur vetë Tiranën, po humbe Tiranën, në cilën është përqendruar gjysma e popullsisë të Shqipërisë, do të thotë se ke humbur Shqipërinë në terma të përgjithshëm. Nga ana tjetër e shoh Sali Berishën si një lider i cili edhe fakti që së fundmi është rikonfirmuar si kryetari i Partisë Demokratike, si kandidati vetëm në zgjedhjet brenda partisë tij, pra e ka delegitimuar akoma më tepër atë vetë në sytë e rinisë shqiptare. Prandaj them që nëse do të mbahesh në zgjedhjen nesër, unë kam bindjen se Tirana do hiqte dorë dhe nuk do votonte as PS-n dhe as PD-n, dhe do rikonfigurohej spektri politik në kuvendin e Shqipërisë në një mënyrë siç nuk e kemi parë deri më sot. Nuk di të them se si dhe se sa tamam, por mendoj dhe me parafërsi që ndoshta Edi Rama dhe Berisha bashkë, të dy së bashku, nuk do bënin dot 71 deputet për ta qeverisur vendin. Kam një pyetje lidhur me formacionet e partive të reja. Sigurisht që deri tani kemi parë një lloj arrogance dhe një lloj, po themi, mënyre mjaft gabuar të drejtimit të partive të vjetra nga liderit e vjetër, një mënyrë të funksionimit të partisë që sigurisht partia nuk është parti private, le të themi, është e mirë publike dhe kështu duhet konsideruar, pasi nga partia pastaj qeveriset vendi. Sa e shikoni të mundshme që partitë e reja, sigurisht duke nisur nga lëvizja bashkë të cilën ju e përfaqësoni, këto partitë të reja mos bëjnë gabime e partive të vjetra?
Unë do t'i referohem gjithmonë shembullit të lëvizjes bashkë, sepse ky shembull i cili unë i përkas, ne jemi një grupim i cili kemi, si thua, statutin dhe manifestin e partisë e kemi online, e kemi pasur gjithmonë, që në momentin e themelimit ton në dhjetor të vitit 2022, një subjekt në cilin mund të antarësohet kushdo nëpërmjet një klikimi në faqen tonë të webit. Organizojmë si asnjë parti tjetër çdo 2 vjet kongresin në të cilin zgjidhen të gjitha strukturat e partisë, kryetari i partisë dhe shumë kusht tjetër. Pra në këtë aspekt një parti e hapur demokratike, çdo vendim merret me votë lirë, pra me vendimarrje. Dhe për më tepër do thoja që jemi përpjekur shumë që ta hedhim poshtë këtë imazhin që është krijuar në politikën shqiptare e partisë që identifikohet me kryetarin dhe që kryetari është praktikisht figura e vetme e partisë. Dhe këtë gjë kemi bërë edhe përmes zgjedhjes së vet kryetarit tonë Arlindit që të mos kandidonte i pari në listën e deputetëve në vitin 2025, çka më dha mundësinë mua që ta përfaqësoj Lëvizjen Bashkë Kuvendin e Shqipërisë. Dhe besoj që është një shembull i mirë për të ndjekur. Nuk kemi një parti e cila varet, le të themi, nga të ardhurat e biznesit të kryetarit, as nga, nuk e di, imazhi hiper viral në rrjetet sociale të kryetarit. Jemi një parti që besoj jemi vetëm subjekt që kemi hartuar një program qeverisës të mirëfillt me 170 faqesh e kusur faqesh, ku kemi analizuar gjithë sektorët e ekonomisë dhe kemi shprehur vizionin tonë për të ardhmen e vendit. Kështu që në këto terma unë do ta konsideroja Lëvizjen Bashkë një parti moderne, pra, dhe do ta konsideroja gjithashtu si një parti e cila vendos një lloj standardi për atë çka duhet të aspirojnë shqiptarët se duhet të jetë një parti politike, pra. Kështu që besoj fort se modeli ynë do jetë ky dhe do vazhdoj të jetë ky dhe që do të bindë gjithnjë më tepër shqiptarë që na besojnë. Zotë mund që kam dhe 2 pyetje. Pyetja tjetër lidhur pikërisht me partitë. Çfarë mundësish ka që intelektual të këtij vendi të fillojnë prap t'i qasen partive politike, t'i bashkojnë prap parti politike, pasur parasysh që tek partitë e vjetra në fakt ka pasur një lloj përdorimi të intelektualëve në mënyrë të gabuar. Keni ndonjë strategji ju se si mund të qaseni ndaj intelektualëve dhe si mund t'i afroni ata? Është e vërtet kjo që thoni që në të shkuarën, pak në vitet 90-2000, shumë intelektualë janë bashkuar partive qoftë demokratike, qoftë socialistes, por besoj që kanë ngelur të zhgënjyer qoftë nga një lloj autoritarizmi i hapur, qoftë nga shpërfillja që ndoshta që është bërë kontributi i tyre në këto parti, dhe që shumë kush për intelektualëve ditëve të sotme shprehen skeptik sa i përket përfshirjes në politikën aktive. Pjesërisht mendoj kjo ka të bëjë edhe me faktin që, siç thash në fillim, mund të ndihen të shantazhuar sa i përket presionit që mund ndjen nga partia në pushtet, po ndoshta dhe mungesës alternativave ose mungesës së besueshmërisë se një nga partitë e reja, le të themi, mund të ketë të ardhme dhe të gjejë territor zgjerimi në elektoratin shqiptar. Unë mendoj që me ngjarjet e fundit, pra me këtë protestë masive dhe me faktin që, siç e thash edhe pak më parë, spektri politik shqiptar do të rikonfigurohet në mënyrë radikale, siç nuk ka ndodhur më parë, besoj se kjo do të fitojë, le të themi, besimin edhe shumë prej intelektualëve aktiv sot në Shqipëri, por shumë prej tyre të cilët kanë zgjedhur të emigrojnë jashtë vendit. Dhe s'duhet ta harrojmë diçka që nëse duam realisht ta transformojmë vendin ton, nuk mund të bëhet me vullnetin qoftë një individi, qoftë një partie, pa pasur përfshirjen, po themi, e pjesës dërmuese të shoqërisë shqiptare dhe sidomos të intelektualëve. Pra në një shoqëri nuk mund të transformohesh asnjë institucion jo më mbar vendin në një proces më afatgjatë. Kështu që është i pashmangshëm përfshirja e intelektualëve nëse synojmë ta ndryshojmë vendin. Ku qëndron diaspora shqiptare në këtë protestë dhe sa mendoni ju se mund përfshihet në vendimarrje, le të themi, në largimin e kryeministit Rama, siç është edhe kërkesa e protestuesve? Diaspora ka dëshmuar me protestat që janë mbajtur anë kënd Evropës dhe më gjerë dhe madje edhe në Amerikë,
që është një diasporë aktive, një diasporë e cila i ka sytë e kthyer nga Shqipëria dhe që entuziazmohet ashtu si të gjithë ne me zhvillimit e fundit në Shqipëri. Pra, kështu që përtej kësaj shto këtu dhe faktin që në zgjedhjet e fundit i jepet mundësia që të kontribuojnë nëpërmjet votës në zgjedhjen e partive në Shqipëri, mendoj se ka një rol përcaktues për të luajtur nafat shkurtër, po them. Pra, qoftë me protesta, qoftë eventualisht në zgjedhjet e ardhshme, por do përsëris atë që thash pak më parë, pra që qëllimi i çdo transformimi në Shqipëri duhet të jetë që të rikthej në vend diasporën, ose të paktën ti parashtroj një alternativë diasporës për të dhënë kontributin e vet në Shqipëri, pra duke qenë se pjesë shumë e madhe prej tyre janë profesionistë të mirëfillt, janë njerëz të cilët kanë marrë një kulturë ndryshe nga ajo shqiptarja dhe rrjedhimisht këtë eksperiencë mund ta investojnë, le të themi në thonjza, në vendin e tyre. Dhe e veçanta e shqiptarëve është pikërisht kjo, pra që sado që jemi një popull i shpërndarë nëpër botë, syti kemi përsëri nga të kthyer nga Shqipëria. Së fund me keni një mesazh për gjithë qytetarët shqiptarë që na shikojnë përmes kësaj interviste. Mesazhi im është që duhet të kuptojmë rëndësinë e këtij momenti historik në cilin ndodhemi dhe të bashkohemi protestës përtej bindjeve politike, përtej inateve të vogla dhe tifozllikut në thonjza partijak që mund të kemi pasur deri më sot, sepse ky është një moment transformues për vendin, besoj unë. Prandaj do t'i ftoja të gjithë që të bashkoheshin qoftë në protestat që ndodhin në Tiranë ose edhe në protestat në lokalitetin, në qytetin e tyre. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju.